Sot jemi në ditën e 10 të grevës orisë dhe ditën e 10 të grevës ku punonësit kanë pezulluar punën dhe ne bashkuar ne. Ne sot në mëngjes në orën 7 kemi dalë përballë zyrave të kompanisë Bankers ku kemi bërë thirrje për të realizuar kërkesat tona. Ne kemi vendosmërinë për të shkuar deri në fund. Gjithashtu, një grupim nga organizata shoqërisë civile na janë bashkuar, kanë dalë sot përballë ministrisë për të treguar dhe ata mbështetje ndaj nesh. Djemtë janë të vendosur për të qëndruar deri në fund. Ajo që kemi kërkuar është rritja e fondit të pagave, dhe shpërndarja e fondit për pagat e ulta. Për pagat për punonësit që janë në fushë, për punonësit që punojnë aty 24 orë në 365 të vitit, në kushte të vështira, në shi, në borë, në breshë, në temperaturat të larta. Pas reagim, përveç se drejtuesit të fushës një shtetas kinez, i cili ka ardhur dhe ka bërë foto dhe video punonësve, duke ofruar duke bërë foto dhe video, kemi thënë që mos intimido punonësit. Kryesisht këto foto dhe video përdoren për të thënë punonësve më vonë që ti ke qenë protest, ti ke qenë grevë. Dhe kështu është bërë praktik dhe më përpara, ku ne kemi zhvilluar 3 tubime përpara se të zhvillojmë dhe grevën, dhe punonësit janë thirrur në zyrë dhe është thënë ti ke qenë pjesë e tubimit, ti ke qenë pjesë e tubimit. Është thjesht formë intimidimi. Gjendja është e rënduar, është goxha e rënduar. Një prej kolegëve tanë dje e mori ambulanca se nuk e përballën dot më. Kishte tension të lartë, me aritmi, po edhe në të tjerët drejt asaj do vemi, me qasho. Ne, në qoftë se nuk na nxjerr ambulanca, këtu do jemi. Domethënë rezistenca jonë deri në pikën e fundit. Derisa mjekut na thot dilni se është çështje serioze. Jeni të vendosur gjithë? Po. Jemi të vendosur. Na vjen keq se s'kemi asnjë reagim nga kompania, sepse thonë që jemi një familje, ndërkohë familja në ditë vështira duket. Përdesa e pohon që jemi një familje, do thotë që duhet të interesohet për ne. Është një vetes e njerëkës nga ana e kompanisë? Të njerëkës, po. Ca të njerëkës, ca të nënës këtu. Megjithatë, familja thash interesohet për fëmijët e vet, për familjen e vet, ndërsa këta nuk interesohen fare. Është shumë e vështirë për ne. Dje isha veti i parë që lajmërova ambulancën pasi isha shumë me tension të lartë, nuk po dola dot më. Por erdhi më bën një injeksion edhe më thanë për të dalë, por nuk dëshirova. Do vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Kauza jonë është e drejtë, është mbi të gjithëve ne. Nuk po kërkojmë asgjë për vetën tonë. Është një kauzë shumë e madhe. Do vazhdojmë të qëndrojmë, nuk largohemi. A jeni të vendosur të rrezikoni dhe shëndetin tuaj? Derisa të mbajmë, patjetër që po. Është kauzë e drejtë. Ne të gjithë këtu kemi familje jashtë, me zi presin ne të dalim, por do durojmë. Po, jemi të vendosur deri në fund. Sot është dita e 10 e grevës së urisë dhe grevës së përgjithshme. Ne jemi të vendosur ta çojmë deri në fund sepse është një drejtë që na takon. Ideja është që ne po na trajtojnë jo si inxhinjera, sepse ne kemi mbaruar shkollën, kemi investuar për këtë punë, ne duam vendburimin në shtijoni, duam këtë profesion për cilin kemi studiuar. Dhe nuk po na trajtojnë si profesionistë, se ideja është, thot kryeministri, që punë ka po s'ka profesionistë. Ja ku janë profesionistët, jemi inxhinjer, kemi mbaruar shkollën dhe unë kam 7 vjet që punoj në këtë kompani dhe paga ime neto është $700. Nuk e di se si mund ta mbash një profesionist me $700, nuk e di këta e din, por ideja është ne jemi të vendosur deri në fund, që japim zgjidhje, të trajtojmë me dinjitet ashtu siç na takon. Po, e vërtet. Kemi mbaruar për inxhineri, shumë prej nesh këtu. Siç dhe kolegu e tha, vuan shtetit kërkon për profesionist, por mendoj që nuk e marrim atë që meritojmë, nuk marrim as minimumin. Vazhdojmë, jemi këtu ditë e 10, siç edhe shihet, ne nuk dalim kot. Nuk dalim se kemi shefe, po dalim. Po dalim për kërkuar disa të drejta tona minimale. Ka pasur dhe kërkesa herë tjetër nga ana jonë, po vlerësimet kanë qenë në nivele shumë minimale. Jemi të vendosur për këtë gjë. Gjithashtu unë dua të bëj thirrje të gjitha institucioneve, Ministrisë Energjetikës, AKBN-s, Kryeministrisë. Jemi këtu o vëlla, po kërkojmë të drejtë. 10 ditë, nuk ka ardhur nga asnjëri për ne të pyesë të interesohet, 10 ditë. Gjithsesi jemi të vendosur edhe shpresojmë që të arrihet një marrëveshje sa më shpejt.